Por fillimisht si çdo ditë do të shohim ecurinë e tregjeve në sesionin e sotëm, ku vjetre përgjithsisht një tendencë në rritje për monedhat e huaja në raport me lekun, pas disa ditësh në rënje ose në forcim për monedhën tonë. Fillimisht dollari amerikan, si pasojë e forcimit në tregje ndërkombëtare, është në rritje edhe në raport me lekun. Dollari në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98, blihet me 87.3, shitet me 88.6 lekë, por në harkun e 2 javëve, pra që nga fillimi i prillit, dollari është vlerësuar ndjeshëm në tregun e brendshëm, si pasojë e zhvlerësimit dollarit në tregje ndërkombëtare përballë euros dhe monedhave të tjera. Ndërkohë, monedha europiane është rritur ditën e dieshme, por gjithashtu edhe përgjatë sesionit të sotëm është afruar më shumë nivelit mesatar të 100 lekëve, por megjithatë vjon trajtohet poshtë këtij niveli. Sipas Iliria 98, euro blihet me 99.1, shitet me 99.9 lekë dhe ky korektim i lekë në tregun e brendshëm mund shpjegohet me faktin e forcimit të euros përballë dollarit në tregje ndërkombëtare, pavarësisht se kjo reflektohet në këmbimin e dollarit me lekun në tregun e brendshëm. Megjithatë, forcimi i ndjeshëm i euros është reflektuar edhe në këmbimin e monedhës europiane përballë monedhës sonë. Ndërkohë, franga zvicerane gjithashtu është në rritje, blihet me 106.2 dhe shitet me 107.4 lekë. Franga së bashku me euron dhe jenin japonez kanë qenë ndër monedhat me performancën më të mirë përgjatë kësaj periudhe, kur ka dalë në pa lufta tregtare mes ekonomive më të mëdha të botës, si pasojë e tarifave të njoftuara nga presidenti amerikan Donald Trump. Paundi britanik blihet me 114.8, shitet me 116.4 lekë. Në ecurinë e monedhave të tjera, dollari kanadez blihet me 62.8, shitet me 64.5 lekë. Dollari australian blihet me 55.2, shitet me 56.5 lekë. Ndërkohë jeni japonez gjithashtu është rritur lekë, blihet me 0.6 dhe shitet me 0.63 lekë. Në ecurinë e lirës turke, kjo monedhë është e pandryshuar në blerje, kuotohet në nivelin e 2.23, ndërsa në shitje është rritur lekë në nivelin e 2.35 lekëve. Dinari Maqedonas gjithashtu ka fituar 100 darkë në raport me lekun, vetëm në blerje kuotohet në 1.56 lekë, ndërsa shitet me 1.62 lekë. Rubla ruse është e pandryshuar, blihet me 0.8, shitet me 1.01 lekë dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.9, shitet me 12.1 lekë. Juani kinez bashku me dollarin kanë qenë ndër monedhat me performancën më dobët përgjatë kësaj periudhe të luftës tregtare. Në mënyrë të veçantë, kjo luftë tregtare ka qenë më e theksuar mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës dhe përjedhoi monedhat e këtyre dy vendeve kanë realizuar dhe performancën më dobët përballë monedhave të tjera. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor sipas Iliria 98 në mëngjesin e sotëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vjetre përgjithsisht një qëndrueshmëri në tregun e monedhave pas disa ditësh me radhë në rënje për dollarin, ndërsa tregu i aksioneve vjon rritjen. Megjithatë, dollari vjon të qëndrojë pranë nivelit të ulët në thuajse 3 vitet e fundit përballë monedhës europiane, por gjithashtu humbjet konsiderueshme gjatë këtyre 2 javëve ka realizuar edhe përballë monedhave të tjera, në mënyrë të veçantë në raport me jenin japonez dhe me frangën zvicerane, sepse cilësohen si monedhat sigurta në periudhat e trazirave ekonomike. Megjithatë, një lehtësim në tregje ka sjell sërish presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka deklaruar se do të përjashtojë disa tarifa për sa i përket automjeteve, por gjithashtu edhe pjesëve të këmbimit për automjete. Në anën tjetër kanë qenë edhe zyrtarët e rezervës federale në SBA, të cilët kanë bërë thirrje për një pauzë të këtyre tarifave sepse po e dëmtojnë ndjeshëm ekonominë amerikane, e cila mund shkojë në recesion përgjatë këtij viti, por njëkohësisht po ndikojnë edhe në besimin e investitorëve tek dollari amerikan, që është vlerësuar ndjeshëm përgjatë kësaj periudhe. Presim tabelën për të parë ecurinë e tregut të tregut të monedhave deri në këto momente, ku euro vjon tregtohet mbi nivelin e 1.13 në raport me dollarin amerikan. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek gjithçka që ka të bëjë me tregun me luftën tregtare mes ekonomive më të mëdha të botës, në mënyrë të veçantë mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kina, në anën tjetër, ka njoftuar se nuk do të riqet nga vendimi i saj, nga vendosja
e tarifave në nivelin e 84% për gjitha produktet që importohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigur se mund të shohim vjetre përgjithsisht një qetësi në këmbimin e shumicës monedhave përballë dollarit, euro ka rënë lehtë me vetëm 0.01%, këmbehet me 1.1348 dollar, ndërsa përkohësisht në sesionin e kaluar kaloi edhe nivelin e 1.14 në raport me dollarin, që njëkohësisht ishte niveli më i lartë në thuajse 3 vitet e fundit dhe në këto nivele paka shumë euro po tregtohet edhe në sesionin e sotëm. Paundi është rritur me 0.18%, kvotohet në 1.32 dollar amerikan dhe një mbështetje paundi britanik e ka gjetur nga disa dhënat publikuara në Mbretërinë e Bashkuar në mëngjesin e sotëm, sikurse ishte niveli i punësimit që ka prekur shifrën e 75% në rritje me muajt e mëparshëm. Ndërkohë, përballë frankës, dollari është në rritje me 0.29% të vlerës, këmbehet me 0.8169 franka, dollari australian është rritur me 0.63%, këmbehet me 0.6365 dollar amerikan, dollari kanadez është rritur lehtë me 0.12%, këmbehet me 0.7214 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari është rritur me 0.28% të vlerës dhe këmbehet me 143.38 yen mesatarisht, ndërsa në tregun e kriptomonedhave duket se Bitcoin ka gjetur një stabilitet pra nivelit të 85.000 dollarve dhe në këto nivele tregtohet edhe në sesionin e sotëm. Edhe ky treg ka gjetur një farë stabiliteti të paktën në 2 sesionet e fundit dje dhe sot dhe nuk është përballur me rënje apo luatje të mëdha sikurse ka ndodhur në 2 javët e kaluara. Bitcoin është rritur me 0.95%, kvotohet në 85.686.87 dollar, Ethereum në rritje me 0.6% të vlerës, kvotohet në 1.644.87 dollar, Ripple është rritur me 0.16%, kvotohet në 2.1508 dollar, Litecoin gjithashtu është në rritje me 1.64% të vlerës, kvotohet në 78.28 dollar dhe Bitcoin Cash ka fituar 3.48%, realizon fitimet më të mëdha në përqindje, kvotohet në 335.23 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë, ka qenë zyrtari i rezervës federale, guvernatori Christopher Waller, i cili ka deklaruar se ekonomia amerikane mund ta detyrojë rezervën federale të ulë më tej normat e interesit pavarësisht kërcënimit të inflacionit dhe pavarësisht se inflacioni mund të shkojë shumë lart nga nivelet aktuale. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë tregut të naftës, benchmarkët kryesor po publikojnë fitime edhe sot për të dytin sesion me radhë, ndërsa fokusi vijon të jetë sërish tek tarifat e Donald Trump. Orientimi vjen pikërisht nga çdo lajm që ka të bëjë me këto tarifa. Ditën e djeshme, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump deklaroi se do të heqë tarifat prej 25% do t'i modifikoj më saktë ato, sikurse deklaroi vetë presidenti për pjesët e automjeteve që importohen nga Meksika, nga Kanadaja dhe nga çdo vend tjetër i botës, për shkak të thirrjeve se ekonomia amerikane, bizneset amerikane po humbasin dhe njëkohësisht po përballen me vështirësi të mëdha në lidhje me zinxhirin e furnizimit global, sikurse ka funksionuar deri tani. Sërish në lidhje me tregun e naftës, një mbështetje tjetër ka ardhur nga dhënat e publikuara në Kinë që treguan një rritje të importeve nga ekonomia e dytë më e madhe në botë. Gjithashtu, edhe pritshmëritë për uljen e mëtejshme të furnizimit të tregut, sidomos tregut evropian nga Irani, kanë mbështetur çmimet në sesionin e sotëm. Brendi i Londrës tregtohet në 65.25 dollar për fuçi, në rritje me 0.57%. Megjithatë, pavarësisht rritjes në 2 sesionet e fundit, nafta Brent ka humbur rreth 9 dollar, krahasuar me datën 2 prill, ditën kur Donald Trump njoftoi tarifat dhe cilësoi si ditën e çlirimit të ekonomisë amerikane.
Nafta bruto është në rritje me 0,6%, kuotohet në $61.9 për fuqi dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është rritur me 0,9% të vlerës, kuotohet në $616.63 për ton. Ndërkohë për sa i përket ecurisë tregut metaleve të çmuara, ari vion të tregtohet pra niveleve më të larta historike, pavarësisht se ditën e djeshme pati një tendencë në rënje të lehtë. Aktualisht, metali verë tregtohet në $3.234.4 për onzë, në rritje me 0,25% të vlerës. Në fokus të investitorëve në tregun e metaleve të çmuara janë edhe sinjalet që vinë nga rezerva federale, ka qenë pikërisht presidenti i rezervës federale të Atlantas, Rafael Bostic, i cili deklaroi se paqartësitë të cilat kanë të bëjnë me tarifat, por edhe me politikat e tjera të shtëpisë së bardhë, po e çojnë ekonominë amerikane drejt një pauze të madhe, pra një stagnacion, por shumë shpejt mund të kthehet edhe në një recesion. Për këtë arsye, për shkak të thirrjeve nga të gjitha anët për shtëpinë e bardhë, Donald Trump është detyruar të ndërmarrë disa lehtësime për sa i përket vendosjes së tarifave. Argjendi ka fituar 0,63% të vlerës, tregtohet në $32.37 për onzë, ndërsa platini është rritur me 0,6% dhe kuotohet në $963.2 për onzë. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e tregut të aksioneve në sesionin e sotëm, ku shumica e bursave europiane po tentojnë një rimëkëmbje nga rënja e madhe e javës kaluar. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë janë rritur me 0,68 dhe 1,02%. CAC 40 i Parisit ka humbur 0,34% të vlerës, kryesisht për shkak të rënjes së sektorit produkteve të luksit, pasi Louis Vuitton publikoi fitime që rezultuan shumë poshtë pritshmërive të analistëve dhe përjedhoi aksionet e Louis Vuitton janë në rënje me rreth 8% në bursën e Parisit. Edhe indeksi zyriut SMI është në rënje me 0,26%, ndërsa FTSE MIB i Milanos është rritur me 1,01% të vlerës. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street, Dow Jones ka fituar 0,78%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur gjithashtu në sesionin e kaluar me 0,64 dhe 0,79% të vlerës. Përveç sektorit produkteve të luksit që realizon humbje të mëdha, sektori i automjeteve ka realizuar fitime në 2 sesionet e fundit, pikërisht për shkak të njoftimit të Donald Trump për të modifikuar tarifat për pjesët e automjeteve dhe automjetet që importohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, në Mbretërinë e Bashkuar, niveli i punësimit është rritur me 0,2%, duke prekur 75,1% në periudhën dhjetor 2024, shkurt 2025, njoftoi zyra kombëtare e statistikave në Mbretërinë e Bashkuar. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku sikur se thamë sektori industrial dhe ai automjeteve kryesojnë fitimet. Rheinmetall është rritur me 3,85%, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen dhe Continental janë rritur nga 3,19 deri në 3,47% dhe në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit në Gjermani, humbjet kryesohen nga MTU në rënje me 0,87%, kompani e specializuar në prodhimin e pjesëve dhe motorëve për avion, Merck, Convestro, Airbus dhe Adidas gjithashtu kanë rënë nga 0,3 deri në 0,85%. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.